Në episodet e ardhshme të serialit Jabani do të ndiqni. Një figurë e rëndësishme e familjes Soysalan e Shref është vrarë dhe lajmi bie si rufe në familjen Soysalan. Yaman është i bindur se përgjegjësi për vrasjen e Serhan, sidoqoftë, fajtor në dokumente ose sipas akuzës, rezulton të jetë babai i Yamanit, pra Gyven. Yaman nxjerr në sipërfaqe gjithë hidhërimin e tij. Ai përpiqet me zemër të madhe të shpëtojë baban, Gyvenin, nga kjo akuzë, sepse dashuria, familja dhe ndjenja e drejtësisë për te janë përfshirë në konflikt. Nga ana tjetër, Seran shfrytëzon humbjen e Neslihanit për të manipuluar situatën dhe për të u rikthyer në shtëpinë Soysalan. Ai shfrytëzon faktin që Neslihan është i prekur emocionalisht nga humbja. Për të qëndruar në atë familje, Seran përdor një formulë që e ka përdorur edhe më parë, ndoshta në mënyrë manipulimi, besimi ose lojë psikologjike. Yaman e kupton këtë dhe reagimi i tij do të jetë më i fortë se Seran e kishte menduar. Episodi 19 shënon pikën ku misteri i vrasjes së Shref, akuzat, konflikti familjar zbehen në përballje të hapur. Për Yamanin, është një përballje që nuk është vetëm fizike apo ligjore, por edhe shpirtërore. Familja, identiteti, faji dhe morali. Manipulimi nga Serhan dhe situata e ndëshkimit për Gyven nxjerrin në pa tema të besnikërisë, fshehtësive dhe rivendosjes së të vërtetës. Episodi krijon një tension të madh për vazhdimin, çfarë do të bëjë Yaman, a do të zbulojë të vërtetën dhe si do të reagojnë familjet dhe çfarë do të humbasin në këtë rrugë. Ndërsa në episodin e 20 do të ndiqni, personazhi kryesor Yaman Ali është i bindur se përgjegjësi për vdekjen e gjyshit të tij është Seran dhe nis të kërkojë prova për këtë akuzë. Ai merr informacion nga drejtuesi i makinës dhe e çon në dieni se Seran ka bashkëpunuar me një person të quajtur Shebnem. Ndërkohë në familje, veçanërisht Nesliani kupton se gjatë gjithë martesës së saj, ajo ka fajsuar veten për shumë gjëra, por tani zbulohet se përgjegjësi kryesor ishte vetë Serhan. Fëmijët e kësaj familje, Alazi dhe Çagla, mbledhin forcat për të mbështetur Neslihanin. Serhan mbetet i izoluar, ai humbet mbështetjen e atyre që ai mendonte se i kishte pranë, dhe sot i duhet të përballet me pasojat e veprimeve të tij. Neslihan tenton të kërkojë stret te Gyven, i cili ka qenë i rëndësishëm në jetën e saj, por në këtë proces, një emër i papritur del në skenë dhe përballet me ta, duke shkundur të vërtetat e hershme. Disa pika kryesore në këtë episod janë tensioni midis mendimit të Yamanit për të zbuluar të vërtetën dhe pamundësisë që të gjithë të besojnë në të. Kjo krijon një atmosferë besimi dhe shqetësimi. Zbulimi i fajeve të së shkuarës, Nesliani kupton se ajo ka qenë e pasigurt për shumë gjëra për shkak të mashtrimeve dhe fshehtësive që përgjonin përreth familjes. Transformimi i Seranit, nga dikush që mendonte se ishte i fuqishëm dhe i paprekshëm, tani shfaqet i brisht pa mbështetjen e atyre që ai mendonte se i kishte pranë. Lidhjet familjare që përforcohen, fëmijët mbështesin nënën e tyre, eksponenti i dashurisë dhe solidariteti familjar përballë krizave. Zgjedhjet morale, Neslihan dhe Gyven përballen me dilema të vjetra, Yaman me dilemën e besimit dhe Serhan me pasojat e zgjedhjeve të tij. Ndërsa në episodin e 21 do të ndiqni. Tashmë Yaman Ali është i bindur se përgjegjës për vdekjen e gjyshit të tij është pikërisht Serhan Soysalan dhe bashkëpunëtorja e tij e Shebnem. Kjo njohuri del në dritë gjatë ceremonisë përkujtimore dhe familja Soysalan shpërthen nga gjithë kjo. Ryja, e cila deri tani kishte bërë aleancë me nënën e saj, tani përballet me faktin që babai i saj Metin është i përfshirë, së paku sipas akuzave në këtë krim. Ajo vendos të mbrojë familjen e saj, edhe nëse kjo do të nënkuptojë përballje me Yamanin. Neslihan përjeton një tronditje të madhe, njerëzit që ajo i kishte besuar dhe i kishte konsideruar të afërm, tashmë janë të dyshuar për vrasje. Ajo kërkon stret te Gyven, por në këtë rrugë shfaqet edhe figura e Ozge, që sjell përballje me të kaluarën. Ndërkohë lidhja midis Yamanit dhe Ryjas vuan sepse Ryja ka filluar të dyshojë jo vetëm për tatin, por edhe për nënën e saj dhe pozicionin e saj në këtë rrëmuj. Yaman është i vendosur, çfarëdo që të kushtoj, nuk do të heqë dorë nga Ryja. Disa pika të rëndësishme në këtë episod janë trauma e familjes. Episodi tregon se si të fshehtat dhe akuzat mund të shkatrojnë besimin brenda familjes, konflikt besnikërie,
Rrya duhet të zgjedhë nëse e mbron familjen e saj apo të qëndrojë pranë Yamanit dhe së vërtetës. Lufta për të vërtetën. Yaman nuk është vetëm në një rrugë hetimi, por edhe në një rrugë ku përfshihet emocionalisht. Manipulime dhe lojrat e fuqisë. Serhan e Shebnem tentojnë të zhvendosin fajin të Metin, duke bërë që rryja të përballet me realitetin. Ndërsa në episodin e 22 do të ndiqni, personazhi kryesor Yaman Ali përballet me distancimin e të dashurës së tij Rryja, e cila vendos të heqë dorë nga e kaluara dhe të djegë shtëpinë ku kishte kujtime me baban e saj Metinin. Yaman bën përpjekje të jashtëzakonshme për ta shpëtuar Rryan nga vetëshkatrimi i saj emocional, por Rryja është në një fazë ku ndihet e tradhtuar dhe krahët i kanë mbyllur ndaj tij dhe nënës së saj, Shebnemit. Nga ana tjetër, Serhan, i cili është i akuzuar për vrasje dhe nga të cilët fëmijët e tij nuk janë të gatshëm ta falin, përpiqet të rikthejë autoritetin e tij, por gjërat nuk ecin ashtu siç i kishte menduar. Në serial është edhe atmosfera e datës së 14 shkurtit, pra dita e të dashuruarve, që nxit përplasje dhe zhvillime brenda familjes, fëmijët, lidhjet e tyre, lojat emocionale përfshihen në një rrëmuj. Gjithashtu Gyven ndodhet në dilema për zgjedhje me dy zgrave të rëndësishme në jetën e tij, Ozge dhe Neslihan. Disa pika kryesore në këtë serial janë: episodi fokusohet shumë tek çlirimi emocional, Rryja përpiqet të largojë dhimbjen duke bërë veprime ekstreme si djegja e shtëpisë, ndërkohë Yaman dorëzohet për të mbrojtur Rryjen, por kjo e ve atë në një pozicion të rënd, të kujdeset për dikë që nuk dëshiron ta shpëtojë. Familja Soysalan përjeton krizë identiteti dhe autoriteti. Serhan nuk ka përkraje, fëmijët nuk i besojnë dhe pasuria, veshjet e vjetra nuk janë më garant të pushtetit. Në mënyrë më të gjerë, episodi tregon se dashuria, besnikëria dhe tradhtia janë të ndërlidhura në familje, jo vetëm mes të rinjve, por edhe mes brezave të ndryshëm. Ndërsa në episodin e 23 do të ndiqni kryesisht protagonistin Yaman Ali, i cili mëson se babai i tij Gyven ka edhe një djalë tjetër. Ky zbulim e trondit Yamanin dhe e çon përballë realitetit që ai kishte shpresuar ta linte pas. Një figurë e re, Deniz, e ardhur nga jashtë vendit, hyn në këtë rrëmuj dhe fillimisht nuk ka marrëdhënie të mirë me Yamanin. Kur testamenti i gjyshit të Yamanit, Eshref Ali Soysalan, është në prag të hapjes, Yaman rikthehet në botën e familjes së pasur Soysalan, bota që ai e kishte shmangur. Nga ana tjetër, brenda familjes, situata bëhet kaotike. Serhan përdor lojra për të tërhequr fëmijët nga ana e tij, duke vënë nën presion gruan e tij Neslihanin. Disa pika kryesore në këtë serial janë: testamenti i gjyshit sjell trazira në familje dhe përgjegjësitë që vijnë bashkë me të. Fakti që Yaman zbulon një vëlla të papritur ndryshon dinamikat. Serhan konfuzon fëmijët, Neslihan ndodhet në një situatë të vështirë.